Vet me berim buluar, plot me bukuri, bum! Bum shagala, bum, bum shagala. Bum shagala, bum, bum shagala. Evala, os monaga, jeni kua, ha ha ha. Ua, na nderove me këtë këngë që këndove. Ua, dëgjo motrën ti. Partizani luft po shkonte, kish marrë pushkën për liri. Po shne pushkën për liri, 10 vjeç fëmijë more pioneriu. Da. Well, po pse ku e di ti me? Bi partizan ke fjetur ti që u dimoshën me. Po shikua të parullën ti, se mi qlura në datë 29 nëntor, e jo në datë 28, Neve jemi qliruar në datën 28 nëntor, ditën e shtunë, se djela i binte pushim. Po si, i binte pushim. Po pse me gjithmonë njësoj të bje ditlin nga ty, gjithmonë të martave? Lëri lafet panda, po më thuaj, qa tha drejtori në mbledhje se isha duke raf njonin dhe se kisha me një. Që tha drejtori? Po drejtori tha, merni një DJ për festa, tha, edhe vini ca kënd pogonishta e këndoni partizanqe. Po budalac kjetime. Po thame, folu një farmive për festën e flamurit. Si për shembull, kush e qepi flamurin shqiptar? Kush e qepi? Ajo që e shqepi. Pika! Pas këtë se ke mësuar me, po e ka qepur Marigoja me Marigoja në ato dua. Marigoja! Të vuri gruaja në punë, Gjino! O roqi lalës! Po jo ajo Marigo me unëzifsh, jo. Ishte një Marigo tjetër kjo, nga qyteti i Vlorës, që kishte hobi trikotajin edhe si gjade, kupton me? Po ti do të mësosh fëmive ku shë ngriti dhe ku ngrit flamur shqiptar. Flamuri shqiptari ka ngritur Ismail Bej Qamili. Po që Qamil me? Qamili la gjestende. Po Qemali me Qemali. Po, e ngriti Ismail Bej Qemali në qytetin e bukur dhe romantik të Durrësit. Po ke beri historin time. Po që Durrës me, po varë me në cikë më poshtë Durrësit. Më falë se nga trova me kongresin e Lushnjës. Ismail Bej Qemali e ngriti flamurin në gjirin e Karaburunit. Pika kur s'më sove një herë, po e ngriti në qytetin e bukur të Vlorës me. Në Vlorë? Dolja atje në balkon, e tundi 2-3 herë dhe tha, ja u qlirua tani, tha. Ta gëzoni festën e qlirimit e ta mbani me shëndet, tha. Po të plotësoni standardet, do të liberalizojme edhe vizat. Merdeshme, po ne si edukatorit duhet ta ndajmë shapin nga sheqeri, s'ka. Po si ta ndajmë këta fëmijë shapin nga sheqeri more pioneriu? Po ti ndajmë, gjysma ti bëjmë Gjerman, gjysma ti bëjmë ballist, që ngele, i bëjmë aty Gjerman pra ballist. Jo po, mallista. Po qa thua këtu more pioneriu? Ato që kanë emra italian dhe Gjerman do të bëhen roqa të këqi kur të rriten. Dërsa, ata që kanë emra shqiptar do të bëhen roqa të mirë. Kujdes kur përbën Gjerman e italian me. Se deri dje luftuan, po sot i kemi miq për kokë, ne? Po, si Franci, Kranci, Pranci, ajt, vaj, policaj, daj, deja, brigadia, from Zek, Patikik, Kingdom Night, Kingdom Night, Mos e ki marak panda se kam vetë maraka të puni, kam patriota gjithë Gjermanët unë. Ti me Gjerman patriot me? Po shiko se kemi dhe një 2 fëmime preardë italiane, Carlo dhe Alessia. Ata të dy aty, Ciao bambini, ciao roqat e lalës, voglio mangiare macaroni, bravo ciccioni. A që këndoj himnin e tyre komtar more bujë njeriu? Që himni me? Ja, një sekund. Bella stronza. Bella stronza, bella stronza, bella bella, bella stronza, bella stronza. Po mbyllë me të kam thënë 100 herë, po kemi respekt me dhe për ata i kemi miq për kokë, ne. Edhe këta patriota i kam unë more pioneri. Edhe me italianët me. Po. Po s'ka, si emrat shqiptar me të bukurit në botë, jo, nuk ka. Po pra, Gjaviti, Feruzja, Kolibja, Nasibja. Po pse me emrat shqiptar janë këta? Po këta në emrat turq, me janë emrat turq. Edhe turqit, patrioti kam unë more pioneriu.
Me po ti se më dole minja 3-4 patriota. Da mi gjete patriota ti tërktat huaj. Po I kam patriot, more, buju njeriu, se unë flasë shkëlqyer 4 gjuhë të huaja. Gjermanisht, italisht, turqisht, shqip. That's unbelievable. Po si. Ha? Gjermani e ti aty more buju njeriu. Hik pa ardhur ora 12 që themi që Gjermani hiku me datën 28 nëntor. Hajde rap. Hajde, hit the Raven. Po me të kam thënë që interesem I shluar më datë 29, se ta heq tani Po me 28 more buju njeriu, po ta heqë të u parullë more